I flet Zoti xhel xhelalu njeriu në ditën e gjykimit. Dhe ndër të tjera do i thot, robi im, të kërkova të më ushqesh, por ti nuk më ushqeve. Kërkova të më japësh shtëpi, por ti nuk më dhe. Të kërkova ndihmë, por ti nuk më ndihmove. Dhe në të gjitha këto rastet ai njeriu i përgjigjet dhe i thot, o Zot, si mundesh që ti je Zoti i gjithësisë më kërkosh ti mua, që nuk ke nevojë as për të ngrënë, as për të pirë. Nuk ke nevojë për vend dhe nuk ke nevojë për asgjë. Si mundesh pra të ma kesh shtrirë dorën në këtë formë? Dhe unë nuk të qenë kam përgjigjur, thot, a nuk të kërkoj filanit vishët dhe ti nuk i dhe? Pra të kërkoj rroba, të kërkoj veshje, ti nuk ja mundsove. Të kërkoj për të ngrënë, por ti nuk i dhe. Kërkoj për të pirë, për të shuar etjen, por ti nuk i dhe. Nëse do i kishe dhënë, do më kishe gjetur mua tek ai. Pra do të më kishe gjetur mua shpërblimin tim tek vepra e këtij personi. Ndaj i nderuar im, kur të bësh sadaka, bëj sadaka për Allahun subhanahu wa taala. Jo për njeriu që ke përballë. Të mos e kesh as pak dert se kush është njeriu të cilit i bëre mirë apo keq. Aisha radhiyallahu anha e kishte zakon, dhe si Aisha dhe shumë të tjerë, që kur jepnin ato sadakan e tyre, domethënë deri dhe parfumoste, thot ato monedha, domethënë i fshinte ose i parfumoste, dhe kur e pyesnin thonte sepse sadakaja para se të shkojë tek nevojtari shkon tek Allahu subhanahu wa taala, dhe dëshiroj që të ngrihet sadakaja ime tek Zoti xhel xhelal në formën më të mirë të mundshme.